Dhe ja ku jemi bashkë dashur me që e pam intro në emisionit, i paralajmëruam mysafirët dhe temat, një 2 orësh i begatshëm si stemun, do të jemi bashkë deri në orat 18, të ftuarit tanë, temat cilat i paralajmërova do të jenë pikërisht ato tema cilat ju na keni shkruar, sepse keni nevojë të informoheni sa më thellë për problematikat e juaja. Sidomos tema e parë, të cilën do ta trajtojmë, është një prej shqetësimeve më të mëdha në vendin tonë. Jo sepse është një smundje më shpesh këtu se vende tjera, por sepse na si popull abuzojmë shumë me ushqimet, e përdorim shumë millin e bardhë, i përdorim shumë mishin e kuq, i përdorim shumë ushqimet e shpejta, dhe kjo bën që të kemi sa më shumë probleme dhe sëmundje kronike inflamatore të zorëve. Kur po them sëmundje kronike inflamatore të zorëve, kjo në kupton komplet sistemi tretës, prej gojës deri te zorra. Nuk ka problematik të lehtë apo të rëndë, secila nëse nuk trajtohet mund të bëhet e rëndë. Secilit problem i cili diagnostikohet herët me kohë dhe trajtohet me kohë, është një problem i lehtë apo një smundje e lehtë dhe i menaxhueshëm, ku njerëz mund të jetojnë një jetë cilësore me një diagnostikim çfarë do të qoftë lloji i tij. Të gjitha këto pika do t'i trajtojmë së bashku me specialistin e mjekësisë së brendshme dhe gastroenterologun doktor Besnik Ismaili, i cili her pas here, për nga ndjeshmëria adëtare që kemi na si popull, vjen edhe në vendin tonë, vjen edhe në Kosovë, sepse ai jeton dhe vepron në Gjermani, kontribon atje, por asnjëherë nuk e harron që të vi edhe të kontriboj edhe në Kosovë, në spitalin e përgjithshëm Rezonanca AD. Mirë se erdhe, doktor Besnik. Faleminderit për ftesën, kënaqësi të jam. Kënaqësia është e gjitha jona, ju kem këtu sot, e di që pacientët ju kërkojnë dhe e presin me padurim kohën kur ju vini në Kosovë, por ju grabitem sot shkurt në mënyrë që të kontribojmë përmes juve në informime dhe të shikues tonë e pacientit tonë këtë rast. Siç është shumë kënaqësi me të pas studio. Kënaqësi edhe imja. Unë thash që smundjet kronike inflamatore është një përfshirje goxha e gjanë. Po unë po du me nis me një fjali që a është met, a e vërtet nuk e di, po lukthi, zorra, a është truni i dytë i njeriut? Nuk është mit. Do thotë ka diçka të vërtetë. Ka diçka të vërtetë. Fakt këtë e kanë thonë filozofët dhe mjekët edhe më herët, që para 2000 vite, por shkenca në ditët e sotët këtë po vërteton. Do thonë sistemi ujon tretes ka një sistem pak edhe të pavarur nga truri. Ka një komunikim shumë të mirë me trurin, do thotë merr dhe jep sinjale. Do thotë komunikimi bëhet me nerva, bëhet me hormone, bëhet me mikrobiom, që është një temë shumë e gjanë edhe shumë me ditët sotët shumë delikate. Arsyeja pse me pyeta këtë temë, sepse na shpesh e përdorim, ka bën nervoz lukthim dhimbti, ose sot kum pas shumë stres lukthim kapi. Do me thonë e lidhim gjithmonë, a lidhet stresi jon, dinamizmi jon me dhimbje të stomakut, të abdomenit? Janë të lidhura, për shkak të nervave. Ne për mas trurit kemi nerva më shumë të në trakun tretës. Kemi me miliona neurone. Do të thotë, me njëherë ne dim se cilin nga ne, edhe para intervistës, mund të kemi emocione, kështu që të kap barku. Apo unë e thom shpesh pacientëve kur kemi stres, kur kemi provime, gjithmonë na ka barku, apo e kundërta që ju thom shpesh pacientëve kur dashurohen flutrat në bark. Do thotë është diçka tjetër. Edhe ajo hyn te saj sistema. Është njëjtë. Domethënë është njëjtë. Domethënë komunikimi është vërtet edhe ka diçka tjetër. Domethënë ankthi, gjitha këto janë të lidhura apo japin shenja edhe në bark apo në traktin tretës. Po shumë mirë që sqarove këto, sepse sado që ne mund të qeshim, kjo është një çështje shumë serioze, sepse mënyra që e menaxhojmë komplet stresin ton lidhet me komplet pjesë të organizmit, këtë rast edhe sistemin tretës. Shumë. Ne duhet ta kuptojmë sepse zorën nuk është vetëm një tub. Këtë duhet ta kuptojmë sepse ai komunikon, zora komunikon me neve. To duhet ta kuptojmë, domethënë në bazë me mikrobiomin që ka, komunikon me neve, ka në jep sinjale gjithkohën. Ne thjesht duhet i kuptojmë ato. Pse nuk e marrim zakonisht, kur themi kish probleme zemër, e marrim shumë traumatike, kish probleme zorë, hajtë se. A nuk është organ që ka peshë dhe rëndësi në trupin tonë që nuk e marrim kaq seriozisht? Unë mendoj që kjo është, zemra është organ shumë rëndësi. Por edhe zora ka një rëndësi shumë të madhe, por nuk i jep shenjat me njëherë. Nuk i jep shenjat me njëherë edhe neglizhohet shumë shpesh. Domethënë kjo është më shumë për mos informimit, nuk jep probleme akute, por ne jetojmë me to. Kështu që duhet ta menaxhojmë shumë mirë që më vonë mos kemi probleme. Shumë e qartë.
Po, në ndërkohë, ajo që ka po i shkakton këto smundje kronike, inflamatore, cilat na po flasim e që do t'i rendisim, a mund t'jetë kë ushqimi modern, ta quj, i cili ka ndryshu shumë, edhe na ushqimi shpejt, pa kohë, pa rishikim, që ka marim, që ka hajmë, që ka blem. Shkaktarët e smundjeve kronike inflamatore janë të ndryshëm, por një prej rolit kryesor që ndodh janë ushqimet moderne, do të thënë jeta moderne që ne po bëjmë, ushqimet që janë të shumë të përpunuara. Do thotë ne natyra jonë është ne jemi natyral. Ne duhet hajmë ushqime natyrale. Ditët, kohët e fundit procesohen ushqimet shumë shpejt. Do thotë ne duhet japim ushqimet ato që ka natyra. Por shpesh pacientët thonë, po ushqena shumë me kujdes, lëngje, pishtrylli. Jo. Pemet ne duhet i hajmë, nuk duhet i pim. Një prej arsyeve, edhe shumë, do të thotë këto do të kemë shumë kujdes, por ushqimi, do të thotë ushqimet moderne kanë një rëndësi shumë të madhe, fast foodat, gjitha këto nuk përkojnë, nuk përshtaten në organizmin tonë. Po ndalem edhe pak të kjo, se më la përshtypje pemt nuk duhet të hajmë jo të pim, sepse na shumica i bëjmë smoothie të menu që po marrim një shujt shnetshme. Pse, doktor Besnik? Nëse frutin ku e marrim, fruti ka fibra më shumë. Në atë moment kur ne e shtrydhim, e përpunojmë, ne e marrim sheqerin për ti. Dësha fibrat, ato që janë shumë rëndësi. Sepse organizmi jonë është i tillë, nëse i dërgojmë brenda 20-30 sekonda, i dërgojmë disa mililitra sheqer. Lëng me sheqer. Do thotë e rrit me shpejtësi shumë të madhe sheqerin e gjak, dhe kjo shkakton deri te rezistenca e insulinës, që ka probleme më vonë. Ndërsa nëse e marrim si frut, me fibra shumë, shkon duke u zvërthyer ngadalë dhe jep kohë organizmit më adaptu, me marr ngadalë. Kjo është një prej arsyeve, ka edhe shumë arsye tjera, por për këtë arsye pemet duhet hanë, jo të pijen. Kjo është diçka që unë po besoj që ka me zgju kurreshti shumë të qytetarë, sepse e pas kemi bë gabim, një ndërta edhe unë, çdo masdite kam bë smoothie për veti, për fëmijë, duke menduar që po bëj mirë. Kjo nuk duhet jetë në rutinën tonë, në zakonin tonë, pse e bën një herë. Jo çdo ditë. Po jo çdo ditë, sikur shumica kemi mundësitë. Çdo mëngjesin ose ndoshta edhe më vonë, smoothie, lunch, jo. Zora ka nevojë për pushim, po ashtu. Kur na shtrihemi me pushu trupi jonë, zora si vjen kohë para se na të shtrihemi me pushu prej konsumimit të ushqimit. Them herë truri i dytë. Zora ka një cikël të vet. I duhet edhe koha. Do të thotë duhet ja përshtatim kur kemi pushim, edhe zora ka nevojë për pushim. Ushqimet e vëndshme, kohën kur organizmi ka nevojë me pushu, kur don mu ripërpunu, më pushu, ne i dërgojmë ushqim, domethënë e qesim në një çrregullim më një hershëm që i pa nevojshëm. Do thotë ka nevojë për pushim, për këtë edhe studime fundit fasting japin rezultate shumë të mira. Normal duhet to janë këshillat e përgjithshme. Duhet ju përshtaten secilit pacient, ndoshta me të veçantë, por si këshillat e përgjithshme janë shumë të mira. Po. Në ndërkohë, doktor Besnik, do doja të ndaleshemi kështu te problemet të cilat janë të përditshme të pacientëve. Se kur po themi ne smundjet kronike inflamatore, të nalemi te secila. Çka konsiderohen ose cilat janë smundjet kronike inflamatore të zorrëve? Smundjet kronike inflamatore të zorrit janë dy më kryesore. Është koliti ulcerioz dhe morbus Crohni. Që janë? Që janë, domethënë, morbus Crohni mund të përfshin gjithë traktin tretës, nga goja deri te zorra e trash, ndërsa koliti ulcerioz e përfshin vetëm zorrën e trash. Ka dhe lloje tjera të smundjeve kronike që janë më të rralla ose nganjëherë është i padeterminuar, quhet koliti ose smundje zorre padeterminuar, që nuk mund ta caktojmë sigurt është koliti ulcerioz apo morbus Crohni. A mund t'i ndajmë, doktor Besnik, simptomat e njënës dhe të tjetrës në mënyrë që shikues kur e dinë se diçka nuk po ndihen mirë, ku më orientu ose Po, dallojnë, domethënë klinika dallon. Parafërsisht kanë edhe simptomat e përgjithshme, dhimbjen e barkut e kanë të dyjat, ndërsa koliti ulcerioz shkon me diare, me gjak, mund të kemi anemi, lodhje. Ndërsa morbus Crohni dominon dhimbja, mund të jetë anemia, mund të jetë stenoza apo ngushtimi në zorrë, pagjaksia, siç e përmendë, lodhja është si komplikimi me vënshëm, do të thotë këto janë parafërsisht. Do më thënë simptoma pak ma përgjithshme, po jo diçka shqetësuese që njerëzit i bën me shku te mjeku. Jo gjithmonë. Mu pra, fryerje, mund të kemi fryrje barkut, por fryrje e barkut është simptom i përgjithshëm, nuk është shenja alarmues. Ne gjithmonë duhet i dallojmë shenjat e përgjithshme, fryrja e barkut,
gazra, ndonjë dhimbje e lehtë që mund të ketë secili nga red flags, që i quajnë, do të thonë shenjat alarmuese, humbja peshe, diare që zgjat më shumë se 2-3 javë me gjak, mandej pagjaksia. Këto janë kur gjithsesi duhet kontrolla. Në këto raste kërkohet kolonoskopi dhe gastroskopia. Në këto raste kërkohet kontrollat e mjekut dhe ne kemi standarde, raste diagnostikimi i sëmundjeve kronike inflamatore bëhet me, do të thonë si standard i artë është kolonoskopia. Po ka analiza tjera që me caktu anemin. Nëse ke anemi, ne duhet të dyshojmë edhe në sëmundje inflamatore kronike. Analizë laboratorike, si që janë ato gjakderdhja në fetese, gjitha ato mund të ndërkojnë, është diarreja një për shembull, po me gjak, të shenja alarmuese to kërkojnë me një kontroll. Po ndalem të disa specifika që i përmende kështu ndër rreshta, po kthehemi. Për shembull fryrja e barkut është një prej shqetësimeve shqiptarëve, se e thash në fillim që abuzojmë pak, jemi se vdale, na pëlqen me ëngër ushqime, kështu pak ma që na ngopin. Kjo fryrja e barkut sa është shqetësuese, sepse te disa persona është ankesë e përditshme. E tha vetë, fryrja e barkut, si fryrja e barkut nuk është ndaj shenjat alarmuese. Ne, që në popull është shumë e përhapur, është edhe zora irrituese, ose IBS-i, duhet i dallojmë IBS-in për IBD. Që në kuptojmë të IBS-i është sindromi zorës irrituese, që kanë në kohët e fundit është një rritje shumë, dikon 20% e njerëzve kanë, dhe IBD-ja apo sëmundjet e inflamatore kronike. To duhet i dallojmë. Te IBS-i apo te zora irrituese nuk kemi shenja alarmuese. Ka fryrje e barkut, mund të kesh dhimbje, por nuk ke humbje peshë, nuk ke gjakderdhje, mund të kesh diarre, por nuk ke humbje peshë, nuk ke anemi, ankesat nuk ke natën, nuk zgjohesh natën me dhimbje, ndërsa te sëmundjet kronike inflamatore, gjakderdhje, diarre, dhimbje natën dhe komplikimet e tjera që mund vinë. Çfarë do të thonë? Që fryrja e barkut është mënyra e stilit jetës ne si jetojmë. Kryesorja sheqeri. Sheqeri, bakteret e tona, mikrobioma, bakteret i ushqejmë me sheqerin i ushqejmë bakteret e këqija. Në atë moment, ato duhet bëjnë diçka me sheqer. E ndajnë dhe bëjnë gaz. Këtë ne e ndjejmë si fryrje. Në këtë rast, a rekomandohet edhe intoleranca në ushqim, për shembull? Gjithmonë janë diagnoza IBS-it, zorës irrituese është si diagnoze fundit. Ne duhet i përjashtojmë të gjitha diagnozat tjera, që nër to është edhe intoleranca në fruktozë, në laktozë, apo edhe SIBO, në bakteriet, shumë bakterie në zorë të hollë, apo me glukozë që bëhet. Një shqetësim tjetër i pacientëve që unë po besoj të i përballesh edhe kur vish në Kosovë, po edhe në Gjermani, sepse organizmi dallon nështë api personit person, po ankesat janë kryesisht të njëjta, është për shembull kërcitja e zorëve, e cila ndodh shumë shpesh, është pak nështë edhe qesharake, po disa persona thonë, po vjen marrë me dalë në takim me njerëz, se non-stop po mban barki si me kanë undë. Kjo çka në kupton, doktor Besnik? Shumicën e rasteve, kërcitja ka të bëjë me IBS, do të thotë me zorën irrituese, do të thotë ne bëjmë diçka gabim, kemi shumë gaz në zorë. Do të thotë shumicën e rasteve po ushqejmë mikrobiomin tonë, zorët tonë po ushqejmë jo mirë, po ushqejmë keq dhe zora është organ në lëvizje. Du të tentoj të largojnë këtë gaz të tepërt. Prandaj, unë i pyes shumë pacienta kur përgatiten edhe për kolonoskopi. Shumica të ri që kanë shenja jo alarmuese, i pyes ditën pas pastrimit, si po ndihesh. Shumica thonë po ndina shumë mirë, apo i lirun. Kjo është një prej shenjave që kanë më shumë IBS. Ose pacienta që agjerojnë, i pyes si po ndihesh, po ndina shumë mirë kur po agjeroj. Do thotë ne po i dërgojmë ushqim jo të mirë zorët tona apo bakteriët tona. Sa mirë, sepse sa mirë që përmende këta, doktor Besnik, se jemi edhe afër me Ramazanin kur fillon edhe ky agjërimi, fasting që përmende, i bën shumë mirë shëndetit të zorëve. Është shumë i mirë, duhet ka mënyra të ndryshme, normal duhet kujtohet, jo të secili, të pacientë që janë kronik, me sëmundje kronike, duhet me pas kujdes, por agjërimi është shumë i mirë. Agjërimi të ndryshme. Nuk jo nga ana religjioze, por mbi të gjitha sheqerin sa më pak. Sheqerin sa më pak. Në ndërkohë, ajo që ndoshta konsiderohet një shqetësim tjetër është edhe që nuk e dim sa kur duhet lajmërohemi te mjeki. Ju e tha disa herë diare. Sa konsiderohet diare shqetësuese, 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë në ditë?
Jo, diaret që zgjatin më shumë Me javë? Me javë, më shumë se 2 deri në 3 javë, duhet sharuar. Okej. Ndërsa, nëse dikush ka diare çdo ditë, Po? 2-3 herë në ditë, për një kohë më shumë se 2-3 javë duhet sharuar, sepse duhet përjashtohet sëmundje kronike inflamatore, një pyetje. Është shumë sëmundje tjera, ka kolitin mikroskopik. Po jo kështu të herpasishme. Jo të herpasishme. Por nëse janë gjatë duhet përjashtuar sëmundje tjera, sepse është IBS-i ndoshta. Me IBS mund të jetohet, mund të menaxhohet shumë mirë, mund të kontrollohet, po thjesht duhet të përjashtohen sëmundje tjera, edhe me IBS mund të jetohet shumë mirë. Thjesht duhet të menaxhohet mandej. Kur po thu që mund të jetohet me IBS, a është që menaxhohet me terapi apo vetëm kujdes në ushqim? Vetëm me kujdes në ushqim. Terapi specifike nuk ka. Domethënë ka terapi simptomatike, sepse IBS-i ndahet në disa lloje. Ka probleme me dhimbje, IBS typ, ne kemi Rom kriteret e Romës, si thonë, me fryrje, ka me dhimbje, ka me domethënë me diare, ka me obstipacion dhe i kombinuar. Dhe i kombinuar. Dhe edhe varësisht nga tipi duhet përshtatem, por që është një rëndësi shumë të madhe ka mikrobioma. Po. E di që me këtë pyetje ndoshta irritohesh edhe vetë se na shta dhe kjo është një abuzim tjetër. Na në popull, kur kemi fryrje të barkut, i rekomandojmë merreni ujë mineral, në ujë të gazuar, merr sot bikarbone apo sot buke siç njihet popull, merr pijeni lëng të gazum, sa e shton prezencën e gazrave pastaj kjo. Është shumë interesant. Pacientët kur më pyesin ç'a duhet të marr, i them testo vetë. Mua atë që unë i them pacientit, keni kujdes në ushqime pikante, keni kujdes me pijet e gazura, pacienti i thot, mu kjo më ndihmon. Bën mirë. Kështu që në raste të tilla duhet ja lë pacientit vetë. Soda bikarbone ndihmon shpejt, por nuk do të thotë që zgjidh problemin. Do të mbi të gjitha duhet, sa i përket dietas, secili duhet të shoh vetë se ç'a i përshtatet. Po, a është e dëmshme nëse bëhet rutinë soda bikarboni çdo ditë, çdo mramje se hëngra me shumë bukë? Unë nuk e rekomandoj. Nuk e rekomandoj. Unë nuk e rekomandoj, unë mendoj që duhet më mirë t'i shmangim problemit, të prevenojmë ajo që peshet që po të pengon, ndërsa sa të internojmë më vonë. Shumë e saktë kjo, sepse jemi më të prirur me hëngra ato që kanë akona e me munu vetën mramje. Kam pacient çdo ditë që vinë me melqitë dhe amosë, është një temë që gjithmonë e kemi lënë anash, por që melqia nuk ka qëllam, ajo vetë dhe amosë të kryen problem më vonë. A ka doktor më shkruaj një ilaç. Jo, që ne kemi ndurtuar. Po. Thjesht low carb dietë me pak sheqer, mbi të gjitha sheqernat, shumë kush nga mosnjohuria nuk e largojnë sheqerin, edhe fillojnë me pije energjike zero. Këto fruktozë. Janë njëjtë. Fruktozë, direkt shkojnë dhe bëjnë melqitë dhe amosër. Do të thotë nga lëngjet ujë. Po. Në Kosovë, ndoshta kemi përmirësim në këtë hap, doktor Besnik, por kemi abuzuar me antibiotik, sidomos në vitet pak më herët, por nuk është që kemi një përmirësim kështu të kënaqshëm as tash. Sa është antibiotiki shkaktari i sëmundjeve inflamatore të zorrëve? Një gjë duhet të kuptojmë. Me antibiotikë shpëtojnë jetë. Por tek sëmundjet inflamatore, nëse merren pa kontroll, nëse merren me spektre, përshkruar me spektre shumë gjerë, nëse merren të virozat, ose sidomos kohët e fundit që kemi një rritje shumë të madhe të sëmundjeve kronike inflamatore është që hipen në moshat e reja. Kohët e fundit kemi një rritje enorme të sëmundjeve inflamatore kronike tek fëmijët, që nuk ka qenë më herët. Kjo është për shkak të përdorimit, përshkrimit të antibiotikëve në masë gjerë në mënyrë të pakontrolluar, pa indikacion. Një gjë duhet të kuptohet, antibiotikët kur ka indikacion shpëtojnë jetë, por duhet të jetë përshkruar me kontroll, me kujdes, vetëm atë kur duhet. Por është një nga shkaktarët ose predispozicion për sëmundje inflamatore. Sepse shkatrojnë mikrobiomin e zorrës, apo? Antibiotikut është një bombë që shkatron mikun dhe armikun. Për këtë rast duhet obligative me pas probiotik dhe prebiotik? Jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Por probiotik dhe prebiotik mund të përdorim, unë i rekomandoj që janë natural. Po, ushqimet. Ushqimet. Jo me kapsula, jo me gjëra suplemente të shtrenjta, nuk i rekomandoj. Po, cilat ushqime kanë probiotik për shembull? Probiotik duhet i përdorim kosin, jogurtin, kefirin, turshit. Por secili prapse duhet i, kur them këto, pa sheqerna. Natural. Turshit e përpunuara mirë, jo pa shnetshëm. Turshit e përpunuara mirë. Një gjë duhet të kuptojmë, ushqimet që kemi përdorur para
50 vite, 60 vite. Jo këto që i bëjmë shumë shpejt, se procesohen shumë. To e të dëmshme. Një ushqim që qëndron me vite, du të ketë diçka që nuk përshtatet me organizmin tonë. Po. E prebiotik cilat kanë? Prebiotik duhet të jem ushqime që kanë shumë fibra. Po. Kjo është më rëndësishme, me pemë, perime, sidomos perime të ndryshme të gjelbërta. Gjitha mund të përdoren që me ushqy mirë bakteret e mira. Po. Në ditët kur, se tash kemi edhe viroza, ajo çdo herë smundjet janë kronike. Për shembull diare mund të jetë një viroz. Gjatë kohës kur zorët po përballen me një virus, me një diare, me çka rekomandohet prej ushqimeve, doktor Besnik? Pyetje shumë me vend, një gjë do të kuptoj, edhe te pacientët që kanë smundje kronike inflamatore, në raste të tilla mund të kenë edhe probleme akute. Kjo është shumë e rëndësishme që ti dallojmë mbi gjitha të smundjet akute të zorrëve, viroza të ndryshme që prekin traktin gastrointestinal, higjiena ka shumë rëndësi. Higjiena ka shumë rëndësi, edhe ushqimet duhet të jenë të lehta. Mbi gjitha duhet të kujdesim që lëngjet kemi të mjaftueshëm, sheqer më pak, sheqeri ushqen sheqeri i ushqen ato që ne nuk dojmë. Ato mund të përdorim edhe ushqime që ne i kemi edhe tradicionale, po gjellra. Jo mill, jo buk. Qa me hongër? Duhet të përdorim gjella. Se mund të pinish të shikus, qa me hongër? Qa me hongër, nuk na kanë beta asgjë. Jo, duhet të përdorim gjella, duhet të përdorim salata. Do të thotë mund të përdorin uriz me mas, po jo me shumicë, patate, po me mas. Është puna edhe te sasia? Te sasia, gjithmonë te sasia, për këtë shpesh pacientët nuk mund me hongër asgjë, jo, masa. Sepse nëse një herë edhe një lugë sheqer nuk bë dëm, po jo çdo ditë kafen me 3 lugë sheqer. A është kafja dëmshme për zorët? Kafja nuk është dëmshme për zorë, kafja është shumë mirë për melqi, ka studime në kohët e fundit që ndihmon shumë në melqinë e dhjamosën, sa për këtë lugët e zorëve, ka studime të ndryshme, dëm nuk bën, por varet jo të secili, jo individi nëse e përballon apo jo, por jo, disave nuk i bën. Nuk i bën mirë, por në përgjithësi kafja është shumë e mirë, sidomos për melqi. Sa janë dëmshme, doktor Besnik, çajrat laksativ që po i përdorin, që janë bërë trend, që është shqetësuese sepse fakti kur dalin edhe thonë 5 kg për 3 ditë. Do të thonë komplet lëngjet e trupit i kanë humbur për 3 ditë. Nuk është në rregull. Do thotë ne nuk mund të humbim peshë, është jo shëndetshme që të humbim peshë brenda javës më shumë se 1.5 deri 2 kg. Do thotë nëse ne me leksativ mendojmë me humb peshë, ajo vetëm lëngjet. Ajo është një mashtrim që ja bëjmë vetvetes. Domthonë je kundër. Unë jam kundër. Këtyre abuzimeve. Për mendimin tim kjo është abuzim. Sepse edhe po bëhet marketing i madh në këtë pjesë, doktor Besnik, sepse njerëz krejt na dojmë shpejt e dyshysh pa u lodh shumë me u dobësue me hub kilogram. Do të kishte më qenë mirë, por është e pamundur. Unë mendoj që këto duhet të përshkruhen nga mjeku. Nëse mjeku përshkruan, por jo, nuk ka me laksativ, nuk humb peshë. Me laksativ është një mashtrim që bëhet ja bëhet vetes secili, edhe humb disa elektrolit dhe minerale. Nuk janë as kilogram. Nuk janë kilogram të vërtet. Shumë mirë këta që e theksove. Një problem që do doja ta sqaronin për shikuesit është zorra dembele, që cilën na e shkaktojmë. Duke i dhënë, për shembull, një persona që çdo mbrëmje e kanë bërë në rutinën e tyre me konsumu keve, dardha, kumbulla, sepse duhet me marrë ato fibra, ose për ndryshe do të kenë një konstipacion ose kapslëk siç njihet në popull. Zorra dembele, të cilët duke i nejtë shumë gati e çaktivizojnë prej reflekseve. Ne du të tentojmë çdo ditë të ushqejmë mirë, çdo ditë të kemi aktivitet fizik, të pijmë lëngjet e mjaftueshme. Nuk duhet të thellohem shumë sepse nuk është më shumë për mjek dhe koleg, për zorra ne duhet të kemi nevoja duhet jetë e lëngshme. Do thotë nuk duhet të pijmë mjaftueshëm. Zorra është organ e lëvizje, ka nevojë për mbështetje, ka nevojë për fibra. Nëse ne me qëllim fibra mund të marrim mjaftueshëm pa aq sa të kem nevojë pjesë shujtave, por jo me domos duhet kemi çdo ditë defekim. Nuk është me domos, nëse nuk ke probleme, nuk është domosdoshme. Apo? Nuk është problem. Ka pacienta që një herë në javë dalin kanë. A është në rregull? Nuk për deri në një javë, nëse nuk ka ankesa, nuk është asgjë. Por ka pacient që edhe një ditë mos më dal, do të ka probleme. Kështu që këto janë individuale. Këto është zorra dembele, këto është zorra irrituese, një prej lloju. Por nuk është me domos. Thjesht secili duhet të shoh vetë. Fibrat janë të nevojshme, lëngjet janë të nevojshme, por jo të kalojmë në laksativ
pa përshkrimin e mjekut. Këto e fundit që ne i përshkrim. Vërtet nëse gjitha masat tjera të ndrimit të stilit jetës nuk ndikojnë, mandej fillojmë me masa laksativ. Në treg përdoren, doktor Besnik, edhe produkte që nuk janë laksativ, por që largojnë oreksin. Edhe që zora ose organizmi njeriu nuk ka nevojë për shujta, për ushqim. Edhe këto nuk janë ma as fasting i shëndetshëm. Ne po kthejmë prapë të pyetja parë, truri i dytë. Me këto gjëra ne po tentojmë me mashtru zorrën. Kjo është shumë rëndësi edhe kohët e fundit që bëhet rëndësi se zorra nuk ka vetëm YouTube. Duhet mendon, ne duhet ta kuptojmë. Nëse arrijmë me mashtru, do të kemi veç probleme. Ne sa më natyral duhet të besim. Ushqime natyrale. Nuk duhet ta mashtrojmë sepse e ka cikël, ka një pjesërisht një sistem nervor pjesërisht të pavarur. Kështu që duhet i përshtatet. Të krejt këto probleme që po përmendim, si statistik nga pacientët që kemi më shumë pacientë që kanë probleme me pjesën e lartë të sistemit tret sa po me pjesën e poshtme, do me thonë me luktin apo me zorën? Varet nga mosha, por gjithsesi parafërsisht mund të bëj një krahasim, parafërsisht me pacienta në Gjermani edhe në Kosovë dallon nga pak, por kohët e fundit për shkak të edhe ndryshimit të jetës edhe në Kosovë, parafërsisht është bërë e njëjtë. Ka probleme të ndryshme të përgjithshme që janë pashe alarmuese, si nga lukthi, dhimbje barku, refluksi. Mandej një prej simptome shpesh që ka me dhimbje barku që është IBS-i, do thotë zorra, por pothuajse janë të njëjta që shpesh edhe përzihen, janë që të njëjti pacient mund të gjendet të njëjta simptome. A ka ndonjë karakteristikë të veçantë të pacientave, për shembull, të na janë ankesë që kemi në Kosovë, shumë shprehur, por që se hastin në Gjermani të pacientat? Që nështë ta menon stili jetës, na ndryshon, ose... Që e shoh shumë, që është edhe kam pyet një... Dikë është, ndoshta për shkak të aditivëve të shumë që kanë ushqim, sidomos bukë, edhe me sakon nuk i argumentuar apo i vërtetuar, po përdor shumë aditiv në bukë në Kosovë. Dhe kjo jep simptoma më... Kjo i shton më shumë, sidomos simptomat e zorrës irrituese. Ka dhe në Gjermani, pacienta me IBS, por në Kosovë kam një përshtypje, me aq sa unë punoj edhe kam pacienta që kanë shumë IBS, të më thonë zorrë irrituese. Unë mendoj një për arsive është aditivet shumë shtesë që i bëhet ushqimu, që janë shumë shishme. Absolutisht janë shishme. Shumë shishme, po janë po është dëmshme. Edhe i dëmshëm edhe shkakton probleme. Po. Janë dy prej kërkesave të shtuara kohëve të fundit, fatmirësisht popullata janë vedisu më shumë edhe për rrezikun e smundjeve, qofshin malinje edhe problematikave tjera, po kërkohet edhe po bëhet kolonoskopia dhe gastroskopia pak më shumë prej pacientëve që dojnë me i najt vetës gati, sidomos pas moshës 40 vjeçare. Si statistikisht si funksionan? A është një moshë caktuar kur duhet vetëm anamneza që në familje është dikush me probleme, apo mund ta bëjnë edhe për qef për me eliminu rreziqet? Në Evropë, në Gjermani këto janë të rregulluara. Janë të rregulluar me ligj se kur duhet filluar me screening apo me screening imazhëri apo me screening me anamnezë, me pyetje, me kolonoskopi. Në Gjermani janë të rregulluar pas moshës 50 vjeçare duhet bëhet kolonoskopia tek pacientët që nuk kanë simptome. Ndërsa në Amerikë, në USA është nga mosha 45 vjeçare, por ka dhe teste më hershme që bëhen edhe në mosha më të reja ose të pacientët që kanë anamnezë pozitive familjare. Do të thotë nëse dikush nga familjarët ka pas një karcinom të kolonit, duhet bëhet 10 vite më herë. Apo nëse dikush ka një smundje kronike inflamatore, koliti ulceroz është prekanceroz. Janë rregullat ndryshe të kolonoskopisë, varësisht nga koha kur është ka filluar koliti ulceroz, cilën pjesë të zorrës, sepse ne kemi kolitin ulceroz përfshin vetëm pjesën përfundimtare të zorrës, apo është kolit ulceroz i majt, apo komplet zorrës së trash. Brenda sa vite mandej në kontrollat, ka kontrolla çdo vit që duhet bërë, apo çdo 2-4 vjet apo më shumë. Cila pjesë e zorrëve është më e rrezikshme nëse përfshin gjithë zorrën e trash, mandej ka dhe shenja, ne kemi shenja nëse ka pseudopolyp, nëse varësisht është në remision, do thotë është të shëruar në mënyrë endoskopike nga syri apo dhe histologjike edhe nga ana klinike. Do thotë këto duhet bëhen këto kontrolla duhet i bëjnë gastroenterolog. Gastroenterolog. E the që është prekancerogjene, se kjo na met në vesh. Është prekancerogjene, duhet kontrolluar. E keqja është që ne njohim
Kancerit të zorës, shumicën e rasteve kem nga është një sekuencë adenom, polypët, që me vite mund bëhen kancer, ndërsa problemit e kolitit ulqerës nuk është e tillë. Do thotë mund të bëhet aty kur nuk shifet, bën kolonoskopinë çdo gjë në rregull, edhe nëse nuk mjekohet si duhet dhe është në remision, pacienti s'ka probleme, remision endoskopik, remision histopatologjik, mund të bëhet jonë sikur të adenoma, sepse ne dim, adenoma mund prapë se gjatë 10 vite derisa bëhet kancer. Nëse ne e bëjmë brenda kësaj kohe një kolonoskopi e largojmë polypin, shërohet, nuk ndodh asgjë. Ndërsa te koliti ulqerës duhet kemi shumë kujdes. Çfarë simptoma jep koliti ulqerës ndonjëherë? Diare, dhimbje barkut, anemi, diare me gjak, lodhje. Dhe smundjet inflamatore të zorrës shumë rëndësi, shumë falënderit për pyetjen, japin shpesh edhe shenja, ne i thojmë ekstraintestinale. Që janë shenja në nyje dhe në lëkurë. Ka shumë shpesh pacienta që nuk vjen fare me ankesa zorrës, por ka skuqje, ka dhimbje të nyje, apo ka ndryshime në lëkurë, që kur bëjmë një diagnostik më thellë, shohim që problemi është morbus kronik apo koliti ulqerës. To nuk mund t'ikin me një kolonoskopi, shihen. Pacientin ne shohim si pacient. Ne ka simptomat e para, ne mandej bëjmë kolonoskopin, sepse shumë pacienta mund të kenë morbus kron apo koliti ulqerës, edhe nuk kanë simptomat të theksuara, apo i ignorojnë. Shumica pacientëve kanë me vite, kur bëhet anamneza me thellë, thonë, unë jetoj me këtë, doktor, jeta ime është e tillë, unë gjithmonë me vite jetoj, kam 2-3 herë diare në ditë. Ko pas kohë gjatë dhe po kam hemoroidet. Kjo është shumë problem, shpesh që pacientët kanë hemoroide, sepse mund të kesh edhe hemoroide edhe diçka tjetër. Edhe diçka tjetër. Edhe e lidhen gjakderdhjen hajt se hemoroide. Me këtë ne kur nuk duhet jemi të kënaqur me gjakderdhjen nga hemoroide. Gjithmonë duhet të përjashtojmë të mbrëmshmet problemet. Shkaktarët e tjerë dhe mund të kemi hemoroide. Në ndërkohë, me që përmende hemoroidet, nuk po të çoj edhe pa e marrë edhe që të përgjigje, duhet apo s'duhet të operohen hemoroidet? Hemoroide, si... Sepse po rikthehen, apo? Çdo njeri ka hemoroide. Apo? Ne, hemoroidet duhet të mjekohen, të trajtohen kur bëjnë probleme. Po. Kur janë stadi 3-4, apo? 3-4, mund ketë edhe me stadin e 2 mund të kesh probleme. Nëse hemoroidet gjakderdhen gjithkohën, bëjnë probleme, të prishin kualitetin e jetës, duhet intervenuar. Intervenime ka të ndryshme, nga ligatura, nga sklerozimi, operacionet. Do më thonë rekomandohet intervenime? Nëse bëjnë ankesa. Do thotë secili, sepse mund ktheje, mund ketë, por këto duhet individualisht. Po, absolutisht. Megjithëse ishte pak jashtë pasoj, po aty lidhet, është në punën tuaj të përditshme. Po mundohem me rikapitullu, sepse jemi në minutat e fundit edhe çka harrova me vetë kur falem për ushqimin, e që shpesh duke tentu të ushqihemi shnetshëm. Për shembull, ka shumë persona që po na ndjekin atje dhe thonë, unë ndarë ke ha një sallatë. Po dhe sallata e gjelbërt në mramje është shumë e dëmshme. Ushqimet, një gjë duhet të kuptojmë, ne nuk duhet të ushqiem se duhet të ushqiem. Ne duhet të ndjehemi mirë kur ushqiem. Zora, për cekim shumë herë. Po për mund ndjehem mirë hajmë një pite, o doktor Beznik. Por të shëndetshëm, ne po. Duhet të dim, apo ndjehemi mirë me trurin ton, apo me trurin e dytë. Duhet të mendojmë jo vetëm në veten, por në zorën tonë apo në mikrobiomin tonë. Prandaj, ushqimet e vëndshme janë të rrezikshme nëse secili duhet të sheh individualisht. Nëse nuk të bën dëm, mundesh me fjetë mirë, por pas orës 6 unë nuk rekomandoj me ushqim. Absolutisht, sepse kjo është ai gabimi që e bëjmë, se hajtë se ndarë një salat, po edhe salatës i vynë shumë kohë me utret. I vynë shumë kohë, salatat, fibrat kërkojnë shumë kohë, ajo është detyra tyre. Edhe gjumi nuk është i rehatshëm pastaj. Ne në orën tonë zorëve, kohën kur ne po flejmë, kur një zorë si duhet pushim, ne kemi javë detyra me kry. Po, nga po pushojmë zorën e kemi aktivizuar. Ne kemi aktivizuar, kështu që kjo e ngarkon zorën. Interesante kjo, sepse thash, ka njëherë mundohemi me bë mirë dhe bëjmë gabim. Gjitha që unë i rekomandoj, dieta ekstreme duhet me pas shumë kujdes. Dietat ekstreme, vetëm se kom lexuar dikon apo duhet të kemi shumë kujdes. Po, derisa po fol, më kujtu ajo thonja kur na thëshin prind, pritë 5 minuta me kallëzu trunit që e ngi. Ndin kur e lyp edhe një kulaç bok ose edhe një cop diçka. Shumë thënie më rëndësi, shumë rëndësi nëse ne ushqihemi ngadalë.
ushqim ngadalë, sigur do hajmë ndoshta me pak nëse nuk ngutem edhe marrëm njerë. Nëse presim 5 minuta, sigur e dim që nginë. Mundësisht janë rregullat që japanët i përdorin shumë. Do thotë nuk e gjithmonë 70%, nuk hajnë më shumë se 70%, nuk e mbushin më shumë se 70% të luktit. Ndërkohë që dëshme, por për ty pja është rëndësia esenciale në këtë problematikë, për ty pja ushqimit. Kjo është shumë rëndësi, sepse ne duhet të hajmë me vetdije. Nuk duhet të bëjmë një të në kohë të bëjmë një punë edhe të ushqim. Gjithmonë, kjo është shumë shpesh që përdoret kohë të fundit, sidomos tek fëmijët, me iPad, edhe kjo shkakton shumë probleme të ardhmen, sepse vërtet zora është truri i dytë, kërkon vëmendje, nuk duhet ta injorojmë. Sa herë duhet për ty bëhet një kafshore bukë? A ka nej? 8 herë? Është minimumi. Është shumë e rëndësishme që të varësisht të rastet normale, të pacientëve specifik, nëse kanë probleme gastroenterologjike, duhet hala më shumë, që se nëse kanë një ngushtim apo, po gjithsesi duhet të hajmë ngadalë, të përtypi mirë dhe ushqimi është një proces meditimi nëse e shijon, e ha ngadalë, e shijon. Mu për atë. Edhe jo, nuk është këtë, në zorë, në serotonina, mbi 90% prodhohet në zorë. Dashuria vjen nga ushqimi. Po, pikërisht. Nuk janë të kota. Absolutisht që po. Madje shpesh themi çfarë shumë më kam ka ra buka në kry, domethënë që kjo është. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse ne mendojmë gjithmonë se truri vetëm truri jep sinjale. Është edhe kundërta tek zora. Zora jep sinjale trurit. Sa shumë ka me fol për zorën, e sa e gjanë është si problematik, e sa i rëndësishëm është si pjesë e organizmit tonë, që na me qenë edhe qetë, sepse edhe psiqikën e kemi energjinë e kemi ma të mirë kur kemi sistem tretës të qetë. Është jenë të lidhna shumë. Absolutisht. Për shkak të sistemi tillë që është, zora me truri është shumë të lidhura dhe kanë rëndësi shumë madhe. Po, para se më nda, doktor Besnik e di që na që 20 minuta këna dhënë këshilla, cilat janë esenciale tonat që na ndodhin çdo ditë. Cili është mesazhi kryesor që ju kishte thënë kosovarëve për shëndetin e zorëve? Unë një këshill shumë mirë të keni shumë kujdes në ushqim, mos se trajtoni zorën vetëm si një tup edhe sa me pak sheqer. Po do me thonë hiç sheqer. Pi vjen keq me thonë hiç sheqer. Vjen keq me thonë fare, sepse aty ku ne mendojmë që nuk ka sheqer, ka sheqer. Absolutisht. Në miell, në pasta, në orez, në gjitha vendet ku ka karbohidrat. Buka, mbi gjitha në Kosovë që përdoret shumë ka sheqer shumë, edhe sheqer që organizmi jonë merr shumë shpejt. Po. Dhe këto shkakton probleme të tjera, me melçi. Unë u dasht patjetër doktor Besnik me vetë edhe çështjet të cilat janë të përditshme që e kthyn edhe në humor bisedën, po na e praktikojmë. Është shumë e rëndësishme me ditë që praktikat, sado që janë të shishme, janë të pashëndetshme, një jetëgjatësi cilësore, ka shumë rëndësi edhe si e trajtojmë sistemin tretës që tha dhe vetë jo një tup, por një organizëm të rëndësishëm. Shumë rëndësi dhe shkavon, mund të thëmë edhe për shikuesit ju, janë duke bërë studime shumë të mira ku të fundit sa për këtë zorës. Që shumë sëmundje vijnë nga zora. Fakt një të thënie që tash veç përvërtetohet që është thonë para shumë vite. Dhe na patjetër që kemi kënaqësinë t'ju kemi e t'i përditësojmë këto dhëna bashkë me juve, sepse e dim se sa i përditësuar dhe sa aktual je edhe në klinikën ku jeni drejtor në Gjermani, por edhe si mjek në spitalin e përgjithshëm Rezonanca 2 me këtë punën që bën çdo ditë. Kështu që na të presim prap sa herë të vish në Kosovë me bëni termin për pacientat tanë. Është kënaqësi, kudo që keni nevojë, me shumë kënaqësi jam këtu. Gjithmonë ka shumë çka për me fol bashkë. Faleminderit shumë doktor Besnik. Shumë faleminderit për ju. Shumë kënaqësi që të pata në studio. Dashur miq, kemi qenë kështu bashkë me doktor Besnik Ismailin, gastroenterolog. Është shumë e rëndësishme sepse një bisedë shumë e thjeshtë, një bisedë që secili prej neve në cilësinë e pacientit kemi nevojë me diskutu me një profesionist shëndetësor. Një person i cili çdo ditë përballet me pyetje të tilla, e i cili çdo ditë udhëzon pacientët në këto problematika të cilat mund të tingëllojnë të thjeshta, por që janë jetike për një shëndet dhe një cilësi të jetës tonë. Në ndërkohë patjetër që do të mbesim ende me materialet tona, bashk do të shkojmë në spitalin e varësive Rezonanca 3. Atje kemi pasur mundësinë të intervistojmë një djalë të ri i cili fatkeqësisht ka qenë i varur nga substanca narkotike, por që fatmirësisht ka vendosur të trajtohet dhe të shërohet. E bardha vret është mesazhi kryesor që do doja ta thoja në këtë hyrje të kësaj interviste. Rrëfimi i tij mund të përdoret si motivim se si nuk duhet të veprojmë,
historia e tij mund të jetë për neve një mesazh se si nuk duhet të mashtrohemi, një kënaqësi momentale nuk na garanton një kënaqësi në jetën tonë. Jeta është shumë e ëmbël, jeta është shumë e mirë dhe kënaqësitë e vogla janë shumë më të mira se kënaqësia momentale, por që është e madhe. E ndjekim bashkë rrëfimin dhe kthehemi në studio me doktoreshën Venera Berisha Marremi.